edhe na po kontribuojmë, po thëmë, në qatë që po shojmë pastaj edhe tek publiku. A ki kontribuar kur i ke thirë ata dy me debatu? Jo, absolutisht, se tash sikur dul kjo kështu pak si normalisht ajo ka qenë organizimi i debatit zakonshëm, siç e kemi bërë çdo ditë në atë kohë na bashk, edhe askush parimisht nuk ka prit që të ndodhë një gjë të tillë, bilem kujtohet kur e kam thirrë zotin Zeka, atëherë zoti Zeka nuk është se ka dalë shumë, le të themi sikur kohëve të fundit që jemi mësuar me pas zotin Zeka në televizion, po shpeshherë me ne gazetarët e ri ka pas një, le të themi, një qasje ndryshe dhe na ka respektu, na ka dëgjuar dhe ka thonë po operator ton do të vi edhe pse ai e ka ditë që nuk është shumë okej me qenë ndoshta përballë drejtën aty fajit, sepse atëherë ka qenë pak a shumë kjo. Ai ka qenë emisioni i fushatës para zgjedhores që ka pasur zakonisht mysafir të veçantë, edhe atë ditë ka dështu mysafiri që ka qenë Gani Dreshaj. Edhe ideja që edhe është dashur të bushet skema programore dhe është thirrur një debat. Kështu që unë prapë them që edhe ne ndoshta do duhet mundoheshim me kontribu ndryshën që të aspekt. Që ndoshta me quni mesazh pak më ndryshe tek publiku. Jo, unë po them për ta kontekstualizuar, mund ti po du thjesht po me thonë këtë pjesë kushtrim, po sigurisht që nuk ka asnjë dilemë që kjo zoti Zema edhe mund t'i kontribuoj në shtimin e votave. Kosova ka mesazh më të mirë se që 50 jena tu përlo me matuzhin asnjë si na çu murri. Po kupton? Bravo. Po ka njerë po mrej që edhe debati që ju e keni kish mujt me qenë, nëse jo tjetër atëre me tonë ma tullë. Po ta penalizon. Me tonë pak ma tullë. Edhe matematike është, problemi është toni, varsisht toni nuk varet gjithmonë edhe prej. Toni varet prej karakterit një. Po, ka të bëj edhe me rasin e Zemajt edhe me mua edhe me kushtrimit të Gjithçka për demokraci lejohet, veç dhuna jo. Absolutisht. Debati, nëse nuk e ndron pak qejëret, nëse nuk e ngrit zonin, nëse nuk përdor pak ironi, nëse nuk përdor pak argument, a sa mo debat. Nëse aty do të thonë mirë po, dhuna është ndaluar. Edhe në debatet, edhe në demokracitë shumë të zhvilluara ka dhunë. Me ligjet pozitive të gjitha vendeve, qoftë edhe aty që nuk janë shumë demokratike, dhuna ndalohet me ligj. Është ndaluar me rrepsisht. Bile për dhunë, kur s'ka justifikim. Se gjithmonë ka shmangje, ka mundësi me ikë. Po, si tani parashtrohet pyetja sa veprime në Kuvend Kosovës që kanë qenë të dhunshme, kanë qenë demokratike. E i ka toleruar sistemi. Sistemi tolerant për demokratike s'mund thush. Sa kanë qenë po them demokratike? S'ka dhunë demokratike. Po prandaj po them, s'ka. E jemi në sistem demokratik tillë. Jo, gjithë ajo goditje, gjuajtje me veze, gjuajtje me shishe, gjuajtje me gota, me gazë, gjuajtja me vezë, gjuajtje me boksa, gjuajtja me vezë, hyn suozat e protestës paqësore. Nuk është të dhunshme. Edhe ma dramatike. Ama zoti thonë që pa thonë që veza mund me të qarru. Kush? Zoti Thoqi. Zoti Thoqi, Adriatik Kelmentit i pa thonë jo 50 herë, po ren, midis studios. Apo këto suqu Adriatiku Mirobox. Ama e ka të bëj mes gazetarit. Kujtim shala me non e ka shojt në parlament Albin Kryeministrin. Që tonë detyrë që këtë po shkan. A vetëm qysh, edhe su quki me rej, që to po du me dhonë, standardet të fishta. Jo, s'ka bëj, A e pojnë puni me që kjo po shkon në qose tojna, se kishë rej, nëse një kolegi ti, deputeti kishë tonë përra. Po të, sepse shkuarje. Jo, me nuk. Lajmë shfarë të blerim. Me thonë bëjmë gashë kjo po shkon o lajmë. Prandaj kjo idea, si kur e ndijon PDK-n, thot ne jemi kundër dhunës, me të vërtet, ku ke ardhur nunave, çka po doni me thonë me këto? Çfarë analize mundesh me dhon këtu, ku ta shë një zyrtar të lartë të PDK-s, fatkeqësisht çohet edhe moralizon për thu ti, po të shka dole se pacifiste e në LDK-ja si një. Gash, s'po dole nga PDK-ja pacifiste. Kujna? E LDK, si o pacifiste. I ka pështuar njerët, i ka thonë res pa okon, i ka pështu. Prokuroria ka intervistuar Zemajn. Çfarë mund penalizohet Zemajt me këtë? Po tani nëse nisën në bazë asaj që po e thotë edhe Alili, pra dhuna normalisht është e denueshme edhe normal që institucionet e drejtësisë do duaj me u marr me këtë çështje. Jo, do duaj, ato po merren. Jo, në kuptimin ai e ka vetëm e ka intervistu. Tani kushtrim, nëse kemi parasysh pak a shumë ato që përmeni Gashin, e kemi pa plot raste që ka pas gjëra të tilla kur kush s'ka marr ndaj dënim. Fjalë trona. Thom drejtën nuk pres që ka me pas ndaj veprim bash. Pra po them tu nis prej këtyre fare elementeve që ne po i përmenim, nuk besoj që mund mu penalizu kush si diçka. Zoti Zemaj,
Unë mendoj që duhet me letu, po mund me i marrë 3 muaj ditë burg me i pagu me eventualisht gjona tilla, unë pajtona me zotin Matozhi që kërkimi i faljes normalisht duhet mu vlerësu, absolutisht. Edhe normalisht të kthehen atë ajo që ishim të fol, pra unë besoj që duke pas parasysh që ka militanta në të gjitha partitë, edhe tek rasti zoti Zemaj kjo punë mundet me sjell edhe përfitime. Përfitime i bjen vota, se po mendojnë njerëzit përfitime. Se pyetja ishte rreth vota. Qyre, zoti Zemaj edhe pa këtë grushtin që ka dhënë atij që ka fyr. Ati zotnis edhe pa grushtin atina që ka dhënë ka pas vota. Në një situatë tjetër, kontekst tjetër kulturor, kjo i shkon skandali pak ka përcyshëm për secilin politikan, kjo i shku në harres politike. Këtu të na, ndonjëherë dhe ky i forti, sepse zoti Zemaj s'ka përfasu ku me dit na i dëbutin legjendar aty Abdullah Hotev ta zojmë kështu mos në LDK që shumë dëgjoj i urt. Zoti Zemaj ka qenë edhe vjen nga një familje patriotike, edhe me një të kalume edhe nga një region i cili nuk është një farë regioni fort akademik për atë punë, pa të keshen ati regioni. Prandaj zoti Zemaj është një, qysh me thonë, një krah kushtimisht me thonë, ma militar i LDK-s. Edhe kjo s'është kur gjë keq. Edhe tash kur e kthen sepse kjo tash edhe partia suportoi nga partia kot. Partia çfarë bëj? Çfarë bëj? Ai ka ka nxjerrë sipërfaqe dënimin e diskutimit që po bëhet që 45 minuta në formën që po bëhet. Sinqerisht po të them. Domethënë me fokusu komplet te reagimi i zotit Zemaj, s'po fokusohem çka ka sjell deri aty. Problemi është ka ardhur dhe ç'është ka ardhur. Liria e shprehjes. Kjo është çfarë lirie e shprehjes për zoti. Nuk është e dënueshme ajo, ajo vetë moralisht është e dënueshme. Dhe më thonë të rrejt, po çfarë lirie e shprehjes? Po ti pse e po politika? Ose vetë do më godit. Cila është liria e shprehjes, po çka ka folur? Çka e ka flet? A dini çfarë të arsyetu? Ju në të legjitimuar vonë zoti ti të thonë. Rregull është sot secili do të botan që në rrugë dhe punon dhe e bën punën e vet, duhet me godit, duhet me shok. Duhet me foto, po çka ka flet? Çka të thonë ai Ajnë të një vetë që në të folë. Jam të ngu që 45 minuta, jene të thonë regull është taj, qotë pi Gjamanis vjen këto, dhe të kalëzën qysh dush ti mu usil dhe qysh dush më rritu. Pa jeni në vetë i parë zotën. A di që jeni të folë. Nuk është vetëm gjua aty. Nuk është vetëm gjua, është edhe tentativa për të goditë. Mas të janë shtu. Që 45 minuta po folim qysh Armen Zemaj usil, persjetojmë një njeri që ka arë pjetit, se dinë që ka do ndodhë Kosovë. Ai se dinë që ka do ndodhë. Ai se din as një lëvizje, as Zemajt, as të kurtet në skërkujtish. Ai folë që ka shenë të rizoj, që ka lezën konvente. Pa jeni në vete, bre, më shkem në të folë. Po qysh është të mund shme kështu, mu që me legjitimu se cilin sen që se cili